لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, s'ka dyshim se për çdo njeri të mençur dhe i cili dëshiron zhvillimin e vendit të tij, për të vendindja është një gjë dhe vatani i tij është një gjë e shenjtë. Edhe pse ndoshta nuk është më i zhvilluar se sa shumë vende të tjera, megjithatë natyrshmëria e tij është e lidhur me vendin e tij. Dhe ai i cili është i sinqert dhe ai i cili është njeri i fisnik, don që angazhimin e tij, punën e tij ta bëjë në vendin e tij. Dëshiron që ta shë vendin e tij duke lulëzue dhe duke u ngritë dhe duke u avancue, duke u krahasue pastaj edhe me vendet tjera të cilat janë të përparuar. Ky është qëllimi i besimtarit, i cili jep mundi për vendin e vet, lodhet për vendin e vet, është i sinqert për vendin e tij, i tutet Zotit në raport me vatanin e tij, me vendin e tij, ndihmon në atë që ka mundësi dhe mundohet ta zhvillojë atë. Për këtë edhe largimi prej vendit, prej vatanit, aty ku janë kujtimet e tua, aty ku jetën ti e ke kalue, aty ku janë të dashurit e tu, aty ku ke kalue të sfida të ndryshme, kujtimet me vendin tanë janë gjithmonë, do thot, ato të cilat të nxisin dhe të japin vullnet dhe të japin forcë, pa marrë parasysh rrethanat me të cilat ti ballafaqohesh. Ti dëshiron që përmes profesionit tënd, përmes mundit tënd, angazhimit tënd, të sakrifikojsh për vendin tënd. Vendi vatani nuk është të ndëruar vëllezër një
vije cila ndan një vend prej një vendi tjetrit. As nuk është një flamur i cili në ditët e festave duhet të ngritet, nuk është një parull me të cilën duhet të synoj njeriu të ngritet mbi tjetrin, mirë po vendi mbi gjitha është një identitet i joti. Është një kulturë që ti e mban me veten tënde, ka do që shkon. Është një synim, është një përgjegjësi për ndërtimin e tij. Andaj, largimi nga vendi, njerëzit që janë të mençur dhe kanë dëshirë ta shohin vendin e tyre të përparuar, nuk është i lehtë. Nuk ka qenë i lehtë as për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që ta la vendin e tij dhe ju drejtua Mekës dhe i tha: "Pasha Allah", tha, "je vendi më i dashur tek Allahu xhalla xhelaluhu dhe tek unë. Sikur njerëzit mos më nxirrnin nga ti, nuk do të kisha dalë kurrë." Andaj të nderuar vëllezër, nëse shohim shtetet e ndryshme dhe ja e bëjmë një pasqyrë dhe ja lexojmë një histori shteteve të ndryshme, vendeve të ndryshme, e shohim se për shembull Gjermania, kur ka dalë nga lufta e dytë botërore, ka dalë e shkatruar totalisht. Ruanda, një shtet në Afrikë para disa dekadave, do thotë ka qenë e zhytur në konflikte të mbrëmshme, në lufta civile dhe në lufta fisnore. Singapuri nuk ka pas ndonjë pasuni të madhe, ndonjë të ardhme, ndonjë hyrje të madhe për me arrit këtë pozitë që e ka. Gjitha këto vende sot ishe të zhvilluara, sot ishe do thotë të përparuara, dhe ja kanë lakmi shumë vende tjera për zhvillimin e tyre. Mirë po, njerëzit e këtij vendi e kuptuan se shteti nuk ndërtohet me parulla. E kuptuan se përçarjet politike brenda vendit nuk janë ato të cilët prodhojnë fabrika, as që ngritin universitete. E kuptuan se puna për vendin tanë, për shtetin tanë është primare. E kuptuan se dhe kishin dert, nuk e kishin dert kush po fiton. E kishin dert apo fiton vendi jëtë, apo fiton shteti jëtë, apo përparon shteti jëtë, apo ngritet standardi i shtetit tanë. Këto gajde i kishin ata, edhe sot gjenden në vendin që ja kanë lakmi të tjere, në përparimin e tyre, në zhvillimin e tyre, në pasurin shtetërore që e kanë, sepse derdi i tyre ishte vendi apo përparon, ju apo përparojnë njerëzit. Ndërsa historia në mëson të nderuar vëllezër se çdo shtet qoftë sado që ka qenë i zhvilluar, sado që ka qenë i përparuar, atëherë kur interesi personal ka mbizotruar ndaj interesit publik, atëherë kur pasurimi individual ka qenë më primar për njeriu se sa pasurimi publik, se sa pasurimi i vendit, atëherë kur njeriu që e ke njohur është bërë më i afërt te ti se ai që e meriton, atëherë kur interesat klanore kanë qenë mbi interesin e shtetit, vendit, atëherë u shkatru ky vend. U rënue e tëra ajo që ka ekzistuar në atë vend.
Andaj, që ta ndërtojmë një vend, janë disa baza, janë disa specifika, janë disa veçori që duhet të i ketë se cili prej neve parasysh. Sidomos ata të cilët kërkojnë që t'ju jepet mundësia ta udhëheqin vendin. Dhe këto baza janë universale. Pastaj, varësisht prej specifikave të një populli, të një shoqërie, mirë po këto baza të ndëruar vëllezër janë universale. Dhe nëse njëri prej neve, prej juve, nuk ka don do të thotë me arrit dikun, don me marrë një privilegj, një post, dhe nuk i ka dert këto shtylla kryesore të vendit të tij, atër le ta dim se nuk ka me pas bereqet në atë që Allahu ja mundson. E para, dituria dhe arsimimi. Arma më e fuqishme një populli është dija. Besimi dhe dituria janë dy komponente të cilat e ndërtojnë njeriu. Dhe e ndërtojnë shtetin dhe e ndërtojnë vendin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu i ngrit ata të cilët kanë besuar, besimi në Allahun, frika ndaj Allahut, në përgjithësi që ti i merr, kjo është parsore, primare. Allahu i ngrit ata të cilët besojnë nga mesi juve, dhe i ngrit ata të cilët Allah ju ka dhënë dituri në shkalla të larta. Islami dhe Kur'ani të ndëruar vëllezër, siç e dini dhe keni ndëgjuar më shumë se një herë, shpallin e parë që e ka bërë për njerëzimin, urdhri i parë ka thonë lexo, mëso, studio. Dhe kur flasmi për dijen, nuk është për qëllim vetëm dija e fesë, po çdo dije që ti e posedon, që me atë dije i shërben vendit tanë dhe i shërben shoqërisë tane, ti je prej atyre që të ka ngrit Zoti. Ti je prej atyre që Allahu xhallal xhelalu ta don të mirën. Andaj, nëse në parullat tona, në fushatat tona, në thirrjet tona që i bojmë, nuk është thirrja që ta ngritmi arsimimin, ta ngritmi diturinë në mesin e kësaj shoqërie, sepse ti kur e ngrit diturinë e godet fort ignorancën, e godet fort pa diturinë. Kur ti e ngrit diturinë, e largon frikën ndaj njerëzve, kur ti e ngrit diturinë, e ruan shëndetin e njerëzve, kur ti e ngrit diturinë, e ruan mendjen e njerëzve, kur ti e ngrit diturinë, e largon urinë nga njerëzit, kur ti e ngrit diturinë, çdo gjë ka me të nënshtruar tyje. I tërë universi ka me të nënshtruar tyje, sepse përmes diturisë, përmes njohurive, ti zbulon gjana, edhe nxjerr nga sekretet e asaj që ka kriju Allahu xhallal xhelalu në shërbimin tanë dhe në shërbimin e vendit tanë. Kjo është do të thotë bazë kryesore për ndërtimin e një shoqërie dhe një vendi. Arsimimi, dituria. Dhe popujt të cilët kanë përparuar dhe vetë muslimanët, atëherë kur parull të jetës tyre e kanë pas diturin, ngritjen në dije, e kanë sunduar botën. Atëherë kur ka ra ky nivel dhe frika ndaj Allahu xhallal xhelalu, ju kthye do në gjendjen ndoshta që kanë qenë më herët, në një dekadencë, në një rënim. E dyta është prej bazave që garanton ndërtimin e një vendi është drejtësia. Drejtësi për të gjithë, jo drejtësi parciale, jo drejtësi e cila e dënon njërin
e amniston tjetrin. Jo drejtësi e cila ndërtohet mbi klane familjare apo mbi klane do të grupeve të ndryshme. Drejtësi në vetën tane, drejtësi në familjen tane, drejtësi në udhëheqjen tane, drejtësi ndaj kundërshtarëve tu, drejtësi ndaj armiqve tu, drejtësi ndaj gjitha krijesave, sepse ekuilibri i qiejve dhe i tokës të nderuar vëllezër ndërtohet mbi drejtësi. Drejtësinë Allahu xhelle xhelaluhu e përkrah në tokë, edhe nëse ai vend nuk është besimtar. Në bazë të drejtësisë ngriten popull, dhe në bazë të zullumit dhe padrejtësisë shkatrohen popull dhe shoqëri të ndryshme. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allahu urdhnon me drejtësi dhe me mirësi. Njëri prej guvernatorëve i shkroi Omer ibn Abdelazizit. Omer ibn Abdelazizi një udhëheqës i drejtë i muslimanëve. Përveç Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu, që kanë qenë udhëheqësat e muslimanëve pas pejgamberit. Përveç këtyre nuk një historia udhëheqës më drejt në sipërfaqen e tokës se Omer ibn Abdelazizi. Njëri prej guvernatorëve ju drejtua dhe i tha vendi jonë tha u shkatrue, tha u prish, su investue mati. Nëse lejon udhëheqësi i muslimanëve me ndajnë një buxhet për vendin tonë që me ndërtue, me investue në ta. Ja kthej Omeri letrën dhe i tha e lexova letrën tonë dhe e kuptova se çka po don. Tha mirë, po dije se vendi mbrohet me drejtësi dhe zhvillohet me drejtësi. Vendos drejtësi në vendin tanë, ki me pas të zhvilluar vendin tanë. Ndërsa guvernatori Harasanit në atë kohë ju drejtue Omer ibn Abdelazizit dhe i tha udhëheqësi muslimanëve, tha njerëzit në vendin tem, tha ju më prish ketë, kanë dalë ketë piranit edhe prej udhës. Tha nuk i qëtë në udhë përveç se kam gjiku edhe shpata. Edhe ja kthej Omeri letrën. Edhe i tha nëse më lejon unë me përdor, këtë e përdori. Ja kthej Omeri dhe i tha, e lexova letrën tonë. Edhe e kuptova çka po don ti. Po përren, po gënjen, sepse njerëzit në udhë i qëtë drejtësia. Njerëzit në udhë i qëtë drejtësia. Tha ndërtoje vendin tonë me drejtësi, ndërsa rrugët e ati vendi përmirësoj, duke hjek zullumin nga ai vend, edhe kanë mu drejtue njerëzit. Kanë mu drejtue njerëzit. Një tjetër element i rëndësishëm të ndërruar vëllezër është siguria një vendi. Kjo është bazë për ndërtimin e një vendi. Dhe njerëzit të cilët jetojnë të sigurt, jetojnë të lumtur. Siguria është një kërkesë e çdo individi që jeton në atë vend. Pa marrë parasysh në çfarë fushë është, çfarë pozite ka. Dhe këtu vjen në shprehje fjala e Ibrahimit a.s. që ju ka drejtue Allahu xhalla xhelalu dhe i ka thonë: Rabbi ij'al hadha al-balada amina, o Zot, bëjnë këtë vend të sigurt. Pastaj prej bazave të rëndësishme është që të afrohemi mes njëri tjetrit për ta ndërtuar vendin, e mos të përçahemi. Nuk janë etike njeriut parullat të cilat shkaktojnë përçarje. Nuk janë etike njeriut të mençur dhe njeriut të sinqert, fjalë të cilat shkaktojnë armiqësi mes njëri tjetrit. Por bashkimi në një të mirë të përbashkët është ajo e cila jep bereqetin. Pastaj të mundohemi të ndërruar vëllezër që me projektet tona mos flasim për të kaluamën, mos të argumentojmë me fjalë të kaluame, me ata që do të realizojmë sinqerisht
në të ardhmen, mbi gjitha ta ruajmë njeriun si qenje, sepse nëse e ke shkatru njeriun, nëse e ke shkatru e familjen e ti, nëse e ke shkatru e integritetin e ti, nëse e ke shkatru e moralin e ti, këtë është me ndërtu e ndërtesa. Këtë është do thot me zbukuru natyren. A i cili e ndërton tokën është njeriu. Nëse e ke prish njeriun, atëherë do thot e ke prish tërgjësin. Për këtë, kinezët kër e ndërtuan murin e tyre, të gjatë dhe të lartë, menduan se nuk ka armik tash që del dhe i poshtë ata. Realisht 100 vite të regon historia, mrenda 100 viteve 3 herë është përshtu e Kina, nuk kanë hije armis nga duke i kalu muret, por kanë hije nga dera duke i dhonë rëshfet rejtarit, duke e korruptuar rejtarit. Andaj të ndërruar lëzër, të mundohemi që këtë vend të ndërtojmi me sinceritet, me frikë ndaj Allahu Gjelle Gjelaluhu, të mundohemi që të ndërtojmi me besnikëri, ta japim maksimumin tonë, jo për interesa tona personale, jo për interesa të dikujt, mirë po për shkak që e kemi obligim ndaj këtij vendi. Elusmi Allahun Gjelle Gjelaluhu që të na udhëzojë në atë që është më mira dhe më dobishme për neve, për shoqërinë tonë dhe për vendin tonë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.